A ka zyrtar publik që kanë deklaruar prona jashtë vendit? Ka. Gjithmonë ka zyrtar që kanë deklaruar prona jashtë vendit, dhe këtë vit I kemi ngjashëm për disa vetëm e përmenden edhe në është Vjosa Osmani, pra presidentja. Presidentja është kryeministri. Ka dhe tjerë, po e përmendim pozitat më të larta, po ka zyrtar jo të lartë, të cilët kanë prona qoftë në Bregdetin shqiptar, ka prona që kanë në Bregdetin malazez, ka tjerë që janë me origjinë qoftë nga vendet e rajonit, apo kanë edhe familjarë dhe kanë edhe biznese, janë pjesëtarë, do të kanë aksione biznese jashtë vendit, do të ka një numër goxha të madh të tyre, jo në përqindje tepër të madhe, por numër absolut po besoj që është goxha I madh. Dhe a ka dilema se mund të fshihet që kjo pasuri? Po besoj që pasuria e mbajtur jashtë vendit nganjëherë është më sigurt se sa pasuria brenda vendit, sidomos ajo në perëndim, sepse deklarimi I saj është vështirë të fshehet nëse tentohet bëhet një verifikim nga prokuria, sepse nga ne nuk e kemi të pamundur ta verifikojmë pasurinë sidomos në perëndim. Kemi një farë forme verifikimit nganjëherë me vendet e rajonit, komunikim dhe një formë verifikimi, por është tepër vështirë që ne si institucion administrativ I Kosovës të kemi informatat gjithmonë për këto pasuri që mbahen jashtë vendit. Mund të ketë, si ta themi, mund të ketë tentativa për fshehje. Ne kudo që kemi ndonjë informat, ne përcjellim prokurori, pastaj prokuria është përgjegjëse përmes mekanizmit të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për të pranuar informata nga këto vende për pasuri. Kemi pasur në të kaluarën një zyrtar të lartë të Kosovës, I cili pas mbarimit të mandatit afërsisht 10 vite, është verifikuar që ka pasur miliona në një bankë në Unionin Evropian. Por fatkesisht ka qenë jashtë mandatit të agjencisë, por ai mund të jetë, apo ajo mund të jetë brenda mandatit të byros të shërbimit funksion. Tashmë nuk është zyrtar publik, nuk kisha pas dëshirë ta përmendja emrin e tij, po ka qenë edhe temë para 2-3 vitesh edhe mediale. Dhe përndaj kësaj, Buleshkaj, po do t'ju pyes rreth ligjit për byron. Sot u miratua në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, do I nënshtrohet procedura edhe për leximin e dytë. Nëse e shikojmë atë ligj dhe mënyra se si funksionon agjencia, cila është dallimi? Ka një dallim thelbësor. Agjencia është institucion parandalues, ne tentojmë që përmes transparencës, llogaridhënies, përmes publik dhonave, verifikimit të gjendjes faktike, të sigurojmë që zyrtarët janë transparent fillimisht dhe nuk kanë fshihur për kohën e deklaruar. Kjo e ka një dhe ne nuk kemi ndonjë mandat për të kërkuar konfiskimin e këtyre pasurive, sidomos jo në qoftë se nuk kemi dyshim që janë të përfituara në mënyrë kriminale. Përdesa byroja e prezanton për herë të parë në Kosovë, por nuk është hera e parë në Evropë kur prezantohet mundësia konfiskimit civil të pasurisë, ku tashmë ekziston një institucion I pavarur I cili do të bëj analiza financiare dhe në qoftë se dëshmon që pasuria e një zyrtari publik është rritur më shumë se 25.000 euro gjatë këtyre viteve sa ka shërbyer, mund të ngritë si rast para gjykate, pastaj bara e provës bie te zyrtari për të dëshmuar që prona e tij, ato pasuri që ai ka apo ajo janë të fituara në mënyrë ligjore. Thotë është